Shqiptarët nga të gjithë vendet përreth, Kosova, Shqipëria, por edhe nga vendi u mblodhën në sheshin Skënderbeu për të kërkuar drejtësi dhe liri për çlirimtarët dhe komandantët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që po gjykohen tash e 5 vite në gjykatën speciale në Haag. Para qindra e mijëra shqiptarëve folën eksponentë të lartë të ushtrisë çlirimtare e që janë aktiv në skenën politike dhe jo vetëm. Në skenë u ngjit si ish themeluesi dy ushtrive çlirimtare, asaj të Kosovës dhe të Maqedonisë, Ali Ahmeti. Ai deklaroi që lufta UÇK-s ka qenë e pastër dhe nuk mund të njolloset me histori të trilluara si ajo e shtëpisë së Verdh. Ushtria çlirimtare e Kosovës është palli veten ushtri e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vet. Është një vërtet e madhe që objektivin final nuk e arritëm për të ndërtuar hierarhinë. Prandaj nuk do deshëm që akuzat që bëhen për shpinë e Verdh, akuza që bëhen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, të njollosin historinë e luftës çlirimtare, e bijve e bijave, më të mirë të kombit shqiptar. Para qytetarëve të shumt të ardhur nga të gjithë trojet, foli përfaqësuesi i ardhur nga Shqipëria, Azgan Haklaj. Në fjalimin e tij, Haklaj tha se nuk ka njeri në faqen e dheut që mund ta njollosë ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe luftën e saj të pastër për liri. Ndaj sot të gjitha rrugët e trojeve etnike të kombit shqiptar të sillnin tu në kryeqytetin Dardan, në Shkup. Këtu është së bashku me ne shpata e Gjergj Kastriotit, është lutje Nën Terezës, është pena e Samiut dhe Avdyrit, është diplomacia e Ismail Semalit, është pushka liberatore e Adem Jasharit, është pushka liberatore e Shkëlqen Haradinajt, është pushka liberatore e Tahir Sinanit. Gjithashtu në këtë protest foli edhe e bija e komandantit të djerë nga Struga, Nuri Mazari, Shqipdona Mazari. Ajo tha se lufta e çlirimtarëve ishte e pastër dhe kishte për qëllim që të mbronte një komb i cili rrezikonte të shndrohet në një statistikë harrese. UÇK-ja nuk ishte ushtri krimi, por ushtri e lirisë dhe e dinjitetit. Hashim tha që një nga figurat kyçe të luftës dhe të shtetërtimit të Kosovës u privua nga liria në kohën kur mbante ende titullin më të lartë. UÇK-ja ishte shtylla kurrizore e mbijetesës sonë, ishte dalja jone fundit nga humnera e shfarosjes. E kryetari i UÇK-s, Hysni Gucati, foli për shtëpinë e Verdh. Tha se si objekt shtëpia mund të ekzistojë në Shqipëri, megjithatë në të njëjtën mohoj të jenë bërë krime dhe transplante të organeve nga UÇK-ja dhe krerët e saj. Kjo gjykatë e formuar nga një njeri i çmendur, i cili në vitin 2011 ngriti një rezolut në Parlamentin e Evropës, në Këshillin e Evropës, se ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë krime dhe ka jek organe njerëzore në Shqipëri në një shtëpi të Verdh. Me siguri se shtëpia si objekt ekziston, po spital shtëpia s'ka qenë. Dhe ne sot me këtë numër kaq madh të vëllezërve dhe motra që janë këtu sot dhe në gjitha protestat e kaluara i tregojmë drejtavillove se ushtria çlirimtare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Në protest morën pjesë shumë figura të njohura politike dhe komandantë të zonave të ndryshme. Protesta kaloi e qetë dhe pas një incident
te UÇK-s janë dhurata e Zotit, brezi më i fort, qysh prej kastriotit, luftëtar në shpirt, çlirimtar në zemër, rënjët i kanë gjak, liria ka emër. Faleminderit shumë. Rreth flamurit të përbashkuar, me një dëshirë dhe një qëllim, të gjitha tje duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frigohet, por vdesin një dëshmor. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frigohet, por vdesin një dëshmor. Falenderojmë artistin e përmasave mbar kombëtare për intonimin e himnit, zotin Shkodran Tolaj. Në një kohë kur terri duke i pafund, kur toka e Kosovës dridhej nga padrejtësia dhe fytyrat e njerëzve ishin bërë hije nga frika, nga nën toka e Dardanis diçka u zgjua. Jo një ushtri me armë të rënda, por një shpirt i lashtë, i pandalshëm, i papërkullur, një zemër kolektive filloi të rrahë. U ngrit zëri i një populli që nuk pranonte të tretet në heshtja. U ngrit ushtria çlirimtare e Kosovës. Ajo nuk lindi në sallone politike, por në plagët e historisë, në lotët e nënave, në britmën e padrejtësisë, në zemrat e atyre që e donin këtë tokë më shumë se veten, me uniformë të thjeshtë, por me shpirt të hekurt. Ata u bën simbol i shpresës, i ringritjes, i dinjitetit, dhe populli u ngrit me ta. Çdo shtëpi u bë stre, çdo fshat u bë zemër, dhe çdo zemër u bë betim. Kosova do t'jetoj. Dhe kur bota pa akuzimin e tyre, kur pa qëndresën e një populli që nuk thyej, historia filloi të kthehet nga ana e drejtësisë. Liria erdhi jo si dhurat, por si amanet i paguar me sakrificë. Sot emri i UÇK-s nuk është thirrje për luftë, është thirrje për nder, për identitet e dinjitet, për krenarinë e një populli që të mos shuhej, gjeti forcën të ringrihej edhe më i fortë. UÇK-ja është e pika që nuk u dorëzua kurrë, dhe udhëheqësit e saj janë të heronjtë tanë.
Andaj ne sot, nga ky shesh, thrasim një zëri, liri për çlirimtarët. Sot beteja jonë nuk është me armë, është me drejtësinë e mohuar në për gjykatat kurdisura. Është lufta për mos me e pranuar pa drejtësinë, për të mos lejuar askënd të na thyej shpirtin. Më lejoni që të ftoj në emër të Këshillit Organizativ këtu në Shkupin Dardan, veteranin e luftës, njeriu që në moshë të rinis mori plagët për t'i mbajtur sot si kuror lirie. Ftoj Berat Ajdarin, UÇK. Të nderuara dhe shumë të respektuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid të 3 luftrave, bashkëluftar, e pror e veteran, i nderuar kryetari i organizatës veteranëve të luftës së Kosovës, zotri Gucati, i nderuar komandant Ali Ahmeti, të nderuar motra dhe vëllezër, bashkombas nga të gjithë trojat shqiptare. Sot flas para jush jo vetëm si antar i Këshillit Organizativ të kësaj proteste, por edhe si invalid i luftës, si një njeri që në trup dhe në shpirt mban plagët e lirisë. Plagët tona nuk janë vetëm në trup, ato janë kujtese gjallë e ditëve kur liria nuk ishte fjalë, por ishte betejë. Dhe sot, kur shokën mbështetje kaq të madhe, zemra më rre njësoj si atëherë, me krenari, me mall dhe me përgjegjësi. Jemi mbledhur këtu në sheshin e Skënderbeu në Shkup për një kauz që na dhem, që na prek zemrën, historinë dhe identitetin, por mbi gjitha na bashkon. Na bashkon për të kërkuar drejtësi për komandantët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilat po gjikohen padrejtësisht në Hag. Nuk jemi këtu për të mohuar drejtësinë, përkundrazi, jemi këtu për ta kërkuar drejtësinë. Nuk jemi për të kundërshtuar ligjin, por për të kujtuar botës se ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Nuk jemi për përplasje, po për të thënë me zë të lartë se historia nuk guxon të shtrembërohet, se lufta jonë e drejtë nuk guxon të baltoset. Ne kërkojmë që gjykimi të jetë i ndershëm, transparent, i bazuar në fakte e jo në gënjeshtrat serbo-ruse. Të mos ketë standarde të dyfishta, ku kriminalet e vërtet mbeten të lirë, ndërsa çlirimtarët mbahen në përqeli. Kërkojmë drejtësi, jo hakmarrje. Motra dhe vëllezër, sot këtu në këtë shesh, me zë të lartë themi diçka shumë të qartë. UÇK nuk ishte vetëm një ushtri. UÇK është zemra e kombit, është nderi ynë, krenaria jonë, historia jonë. Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s janë gdhendur në shpirtin e çdo shqiptari. Nuk i fshin askush, nuk mund t'i njollos askush dhe nuk i ul askush. UÇK-ja nuk lindi nga urrëtia, por lindi nga nevoja për mbijetesë. Të nderuar të pranishëm, ne jemi pasardhësit e një fisi që nuk është thyer kurrë, të Skënderbeut, Ismail Qemalit, Isa Boletinit, Adem Jasharit, Luana Radinaj, Ismet Jashari dhe qindra e mira të tjerë që e mbajtën kombin gjallë, me gjakun dhe shpirtin e tyre. Kemi kaluar në përdhimbje, pa drejtësi dhe errësirë, por asnjëherë nuk kemi dërzuar.
Dhe sa herë është dashur, kemi luftuar për identitetin ton. Sa herë që ka qenë nevoja, ne kemi vdekur për njëri tjetrin dhe të njëri tjetri. Pa jemi një komp, kemi një gjumë, kemi një flamur dhe asgjë nuk mund të na ndaj. Dhe sot, nga zemra ime që mban plagët e luftës, po jo them me gjithë fuqinë time, liria nuk gjykohet. Lufta jonë ka qenë e drejtë, komandantët tanë meritojnë drejtësi e jo pa drejtësi. Dhe të gjithë së bashku, le ta kujtojmë atyre që guxojnë ta fyejnë UÇK-n. UÇK-ja nuk është një emër për të sharë. UÇK-ja është gjaku in, sakrifica jon, historia jon. UÇK, UÇK, UÇK. Të nderuar qytetarë, ne duke mbrojtur të kaluarën, duhet të ndërtojmë edhe të ardhmen. Ne duam Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut shtete të forta, të zhvilluara ekonomikisht. Shtete ku rinia nuk ikën, por ndërton. Ne duam shtete moderne, me institucione të forta, të integruara në NATO dhe në Bashkimin Evropian, të bashkuar rreth vizionit të një kombi të lirë, dinjitos dhe të fuqishëm. Lavdi UÇK-s, lavdi dëshmorëve të kombit, drejtësi për komandantët tanë. Faleminderit. Gjithmonë, kur kemi pasur nevojë, trungu am ishte aty, krahë nesh dhe mes nesh. Edhe sot ne ndjejmë dorën e ngrohtë të Mëmëdheut, i cili vjen nëpërmjet veprimtarit të madh të çështjes kombëtare, Zotit Hazgan Haklaj, të cilin e ftoj që të marrë fjalën. Të dashur vëllezër dhe motra bashkombas, të dashur vëllezër dhe motra të një historie, të një gjuhe, të një gjaku, të një qendrese. I nderuar kryetar i veteranëve të luftës zoti Ishti Kuçati, i nderuar komandant Davidi, Daud Aradinaj, i nderuar komandant Çeliku, Fatmir Limaj, i nderuar themelus i ushtrisë shërimtare të Kosovës, komandant i ushtrisë shërimtare kombëtare të Maqedonisë së Veriut, misionari i kombit Ali Ahmeti. Faleminderit që më thatë mundësinë të them fjalën time që nga Malësia Gjakoves gjerë në fund të Shqipërisë në Sarandë, në Sarandën e Çamrisë e në Çamrinë e Sarandës. Miq të nderuar, një rinis i madh thot, me shkronja bëhet alfabeti dhe me shkronja shkruhet kombi.